kur ja nisën sulmet të bëhen ndaj kombit shqiptar, sidomos këta muslimant të cilët filluan të na mohojnë kombin, të na mohojnë çdo gjë që ishte kombëtare, të na mohojnë Skënderbeun. Jemi të punu edhe mu drejtu në fenë të parëve tonë, se feja të parëve tonë ka qenë krishterë prej shekullit parë. Na nuk jemi nazi, as në Afrikë, por jemi në Evropë. Në aspektin fetar, Ilirida ka qenë agnostike, do më thonë që nuk e kam paragjiku as një fe, por edhe nuk i kam shku prapa as një feje. Por që kam ka detirue, apo kupton, pikës pari, kur ja nisën sulmet të bëhen ndaj kombit shqiptar, sidomos këta muslimant, politik, radikal, të cilët filluan të na mohojnë kombin, të na mohojnë çdo gjë që ishte kombëtare, të na mohojnë Skënderbeun, të na urrejnë si komb shqiptar, do më thonë çdo gjë ishte e lidhur me direktiva të atyre të cilët shekuj me radhë na i kena pas armiq. Do më thonë këta persona të cilët, këta njerës, do më thonë të cilët na sulmojshin. A më në shpesh pak ma qarë, qëfar besimi keni qenë para se më konvertu në katolike? Unë të thash, agnostike kam qenë, nuk e kam pas asë një besim. Nuk e kam pas asë një besim, i kam respektu të gjitha besimet, por nuk e kam adhuru asë një besim. Ja pse më ka lind mu ideja të drejtojmë në fenë e krishterë katolike, sepse Kosova gjendet është pjesë e Evropës. Edhe Evropa është me 750 milion të krishterë. Edhe tash, na ma shumë e kena bon edhe jemi të e bon për çështje kombëtare dhe nacionale. Do me thënë për çështje që Kosova të esë prapa me pranu edhe ata shtetet të cilat nuk e kam pranu edhe Vatikani. Do me thonë, na jemi të punu edhe mu drejtu në fenë të parëve tonë, se feja të parëve tonë ka qenë krishterë prej shekullit parë, apo para erës re. Me thonë, edhe tash kam menduar shumë, edhe e kam parë që na nuk jemi nazi, as në Afrikë, por jemi në Evropë. Kur Evropa është 750 milion të krishterë, pse mës mu drejtu edhe kombi i ynë, kombin ati ku ka qenë para 5-6 shekujsh.